Më gënjente shumë e pasere, gënjente dhe nuk I pranon të gënjeshtrat. Unë them se nuk ka patur fare dashuri për mua ajo. Thjesht ta ndihmoja se ishte pa dokumenta, se një femër që të do nuk I del nga shpirti, si kështu edhe mua. Unë ndjej akoma për atë, pavarësisht se ajo iku, unë ndjej. Kjo nuk donte një burr me shpirte me të gjitha ato kishte, po shikonte lekun në mes, ekonominë. Kishte dorë, po do të vinte. Ishin lëtar që ishin bashkë në shtëpinë time. Më thotë mua aty kene djali unë. Mori një shumë të madhe. 5.000 euro. Edhe në fundit djetë ato djalit. 5.000 euro. 5.000 euro. Po shjete I thash ato që për I thashë. Për ato që marrë I thash unë. Po, më tha mua, po mbyllë, më tha mua se djali nuk do. Djali, ja, po shtu, nuk do t'i pëlqefin, po në qoftë se dëgjoj për vjedhje, për gjëra kështu, djali azaroj me të. Pranoj vetë, po, tha e kam bërë atë.